Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrin, përshëndetje të dashur miq, ja ku po ritakohemi sërish për të komentuar edhe një herë dhe për të sjellur në fakt lajmet më të fundit që kanë të bëjnë me ngjarjen që ndodhi natën e sonte. Debati dhe diskutimi që pati Rogerti me Selin, duke denigruar në fakt imazhin e Selin si femër, duke i thënë Selinës që ti je një vajzë që shkon shitesh në Dubai, shkurt e Shqip, dhe që sa meshkuj të duen për të kaluar një natë, që të më thënë ti bën marrëdhënie seksuale me plot meshkuj brenda një nate, ka ngritur në këmbë familjarët e Selinit, miq të afërt të saj, të cilët kërkojnë drejtësinë dhe reagimin të menjëhershëm nga vllau i madh. Duke bërë tak në Instagram Big Brotherin, ato kanë shkruar Big Brother VIP Albania. Në çdo rast që ka ardhur Zarfi Zi, keni pretenduar respektin ndaj dinjitetit të banorëve, ndalimin e gjuhës fyese, bullizimit apo shpifjes, ndalimin e diskriminimit. Po në këtë rast që po heshni çfarë po ndodh? Si mund të cënojë një vajze me këto shpifje të neveritshme dhe pa bazë? Në çfarë pike janë pjesë e lojës apo e provokimeve këto fyerje? Ku është siguria psikologjike që çdo banor duhet të ketë në atë shtëpi? Zarfi Zi me përjashtim për Rogert Sterkaj. Kanë reaguar familjarët të Selin dhe miqtë duke bërë tak Ledionin, Sarën dhe Big Brotherin. Më pas, do me thënë, reagimet kanë ardhur edhe nga faqet më të forta, si ato të Gjestit, duke mbështetur Selinën në këtë rast, duke shkruar edhe sa do ta toleroni këtë specien me fjalë për Selinën. Të prekur janë jashtëzakonisht shumë familjarët edhe për Mirin, i cili në një pikë të videos duke që qeshet dhe aty kanë shkruar, ja edhe Miri që qeshet edhe aprovon fjalët e Rogertit, ku fjalët po u flisnin tek veshi i tij, derisa Brikena ja hapi syt. Të dy e degeneruan këtë Big Brother. Do me thënë, familjarët e Brikenës janë të prekur jashtëzakonisht shumë, duke kërkuar nga Big Brotheri që të merren masa, seriozisht do të toleroni prekjen e dinjitetit, shkruajnë miqtë të afërt familjes dhe të familjarëve. Rogerti duhet të del me zarf të zi. Një tjetër shprehet jashtëzakonisht keq, një familjare afërt e Selinës, e cila shkruan: duhet realisht të merren masa një person që hedh akuza, aludime dhe tenton të prish imazhin e një vajze të re, jashtë është kulmi. Ti thuash dikujt dhe sidomos një vajze me sa ke shkuar një kohësisht, çfarë ke bërë ti në Dubai, ai person e di mirë se në çfarë shoqërie jetojmë dhe si mund të merren gjëra të pavërteta për të mirëqëna. Selin ka një baba dhe një vëlla jashtë që dëgjojnë një njeri të përshpërit të hedhë akuza të pavërteta për vajzën dhe motrën e tij. Është luftë e shoqërisë të zhduki njerëzit si Rogerti dhe prandaj duhen shumë vajza si Selin që të përballojnë njerëz si Rogerti, Selin the Queen. Me thënë, këto janë reagime që në fakt kanë ardhur nga familjarët e Selin dhe miqtë të Selin, të cilët kërkojnë në fakt një mbështetje nga ana e produksionit për ta dënuar Rogertin për gjuhën të përdorur brenda në shtëpinë e Big Brotherit. Mesazhi nënës së Selin është kjo, që Selin e rije fort, ti je një mbretresh. Unë shpresoj në fakt që vllau i madh të merr masa të duhura në këtë rast dhe të gjykon situatën ashtu siç duhet gjykuar, do të thënë ta analizon se nga ku nisi kjo gjë dhe si depërtoi drejt te Selina. Mendoj që është e turpshme një burr të ketë një gjuhë të tillë me një femër, por ja fatkeqësisht ndodh.